që unë kam qenë dje në Rrogin dhe në Kavaj. Janë dy bashki të rëndësishme pjesë e qarkut Tiranës. Unë mendoj që bashkia e Kavajës ka nevojë për një vëmendje shumë më të madhe dhe me një mirë administrim shumë më të mirë se ai që ka sot. Dhe gjithmonë në eksperiencën time, kudo që kam qenë, kam lobuar shumë që ky është rol sui generis, do të quaj unë, i një përfaqësuesi, po të njëjtën gjë bëjnë dhe kongresmenët apo senatorët në Kongresin Amerikan, të mbështesme me sa më shumë, të kërkoj sa më shumë mbështetje nga qeveria për investime, qoftë në Kavaj, qoftë në Rrogin, në Vorë, në Kamës, në Tiranë, gjithashtu ku na duhet të deficitin e krijuar për shkak të mungesës pothuajse një vit e pak të kryetarit bashkisë, duhet që ta mbulojmë, sepse në fundit qytetarët, nëse duan diçka, më mirë e presin vetëm nga Partia Socialiste, nga ka tjerët dini çfarë presin. Greta dhe e fundit. E fundit, një fjali vetëm, një koment shkurtër. Do vëmendje më të madhe Kavaja dhe Rrogozhina sepse nuk e ka bërë punën si duhet para ardhësia juaj, që ishte e deleguar në këto dy bashki? Jo, Kavaja do vëmendje më të madhe se për fat keq qeveriset nga Partia Demokratike dhe kur qeveris Partia Demokratike nuk ka punë, ka vetëm llafe. Ke dëgjuar ti, po. Jeni optimist për përmbylljen e reformës territoriale brenda qershorit në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet me një hartë të re? Ta thash. Do arrijnë në fakt? Ja kam thënë zotit Mazniku në mbledhjet grupit parlamentar, unë këtu, zotit Mazniku atje. Deri te enden e fundit të korrikut, po re dakord me zotin Boçi dhe me kolegët e tjerë, nëse nuk e sillni deri te enden e fundit të korrikut këtu, nuk ka për këto zgjedhje, sepse është diçka që e kemi thënë, e besojmë, të mençurit e Venecias nuk e thonë kot, që duhet një kohë për t'u implementuar. Kështu që në këtë aspekt, por unë mendova që të takohem sot me ju për t'ju sqaruar për këtë çështje, mendoj që referendumet. Vetëm një pyetje të fundit. Jo, nuk ka për pyetje. Zoti Balla, kryeministri Rama ka thënë për Elisa Spiropalin do merrni ju vendim për shkak se mungoi në seancën kur u votua për imunitetin e zonjës Balluku. A keni marrë një mas ndaj saj pse mungoi në seancën plenare? Unë nuk i marr vetë vendimet, i marr me grupin parlamentar. Kështu që do ta pyes grupin parlamentar edhe për këtë çështje. Edhe një pyetje